Ndërkohë, në tregun tonë kosovar mund të gjinden në fakt edhe produktet të duhanit, edhe këto alternativat të tjera të cilat fatkeqësisht shumë adoleshentë fëmijë po arrin që ti kenë në përdorim. Për këtë temë, ne do të flasim bashkë me Blerta Aliun Ahmeti nga organizata EEI, organizatë jo qeveritare, e cila është fokusuar të fuqizojë edukimin jo formal në vend dhe rajon. Përshëndetje Blerta. Përshëndetje. Ju sot keni bërë në fakt shpalimin e një hulumtimi që keni bërë në Kosovë sa i përket përdorimit të adoleshentëve fëmijëve në moshën 16 vjeçare për produktet vape, cili është rezultati i këtij hulumtimi? Po, në fakt, ne sot kemi pas një tryezë të rumbullak që kemi folë ma shumë rreth projektit shkollat pa vape, siguria në shkolla, që jemi duke implementuar organizata jonë, bashkë me KCSF-n, Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile Suedin dhe SDC-n të Zvicran, ku në fakt krejt kjo u tregua paka shumë inicimi se si e filluam implementimin, ku arsyeja kryesore ishte një hulumtim që në fakt një mësimdhënës me 8 fëmijë vullnetar kanë realizuar afër 500 intervista me fëmijë prej moshës 10-13 vjeç, ku pas statistikave alarmante që kanë marrë që kemi fëmijë që prej moshës 10 vjeç janë konsumues të e-cigares apo vape-it, kështu që mandej normalisht fillum me dalë me fushata ndërgjegjësuese dhe me taku fëmijë për me bashkëbisedu edhe me pa gjendjen reale si është të këta fëmijë në teren, ku 4 shkollat publike, 2 shkolla publike të Prishtinës dhe 2 të Fushë Kosovës, kam pas fatin me përfitu prej këtij projekti edhe me u ndërgjegjësu paka shumë lidhur me damet shëndetësore që i ofron ky produkt. Kështu që gjendja është jo e mirë, prej krejt këtyne intervistave dikun na del që 18.5% e djemve kanë provu së paku një herë dhe disa të tjerë ende po vazhdojnë me konsumu. Kemi marrë edhe raste që janë të them raste që kanë kalu në varësi, ndërsa të vajza dikun kemi 19.17% të cilat janë deklaruar që kanë provuar edhe disa prej tyre ende po e përdorin vape-in. Gjithashtu, gjatë kohës së fushatës ndërgjegjësuese, kur kemi taku këta fëmijë, kemi pas rastin me ndëgju historitë ndryshme, edhe me pa arsyet pse këta fëmijë kanë filluar me konsumu, po disa prej tyre edhe me kalu në varësi, edhe normalisht kjo gjendje e tanishme është ta them kështu alarmante, edhe ne si shoqëri civile, po bashkë tani më dhe me DK-n në Prishtinë dhe DK-n më falë për ndërprerjen, po do të pyes si arrin që të shitet tek fëmijët adoleshent ky produkt, duke ditur që duhani nuk arrin që të shitet tek fëmijët në moshën 16 vjeçare, të paktën kështu është edhe ligji në fuqi. Kam parë edhe në disa prej marketeve ku fëmijëve nuk u shitet duhani. Po, në fakt që kjo është një prej elementeve kryesore që na gjatë fushatave që kemi pas fëmijëve, kur na kanë tregu që pikat e shitjes që janë në afërsi të shkollave, që këta fëmijë kanë qasur shumë të lehtë me ble pa asnjë dokument identifikimi, kjo tani më është, si me thënë, urgjencë që në këtë tryezë kemi diskutuar sot edhe me institucionet për të zbatuar ligjin, sepse në fakt ligji sa i përket blerjes së vape-it nën moshën 18 vjeç ka hyrë nën kuadër të duhanit tradicional, mirë po nuk kemi ende diçka specifikisht që domethënë e zbatohet për vape-in në këtë rast, sepse edhe shpesh po promovohet duke lënë cigaren tradicionale, po kalon në vape një mënyrë si punë shpëtimi, gjë që studimet e fundit po tregojnë të kundërtën, që po del që është më i damshëm për shëndetin e fëmijëve, është fjala e adoleshent vape-i, se sa cigareja tradicionale. Kështu që këtu është në fakt edhe problemi më i madh se
nuk po I përgjithsoj krejt, se ka dhe biznese që janë të ndërgjetshëm edhe normalisht nuk ndodh dhe nuk shesin të fëmijët, po një pjesë e madhe prej tyre, do me thonë, shkelin këtë ligj, nuk zbatojnë këtë ligj, edhe çka është më e keqja është që këto pigjejmë në afërsi të shkollave, dhe për atë arsye kemi quajtur edhe shkollat pa vepë, siguria në shkolla, sepse normalisht shkolla priret me qenë vend I sigurt për fëmijët, jo tani më me skalu situata dhe fëmijët këtë produkt me konsumu tani më dhe në ambiente shkollore. Po Blerta, sa po arrijet ose sa është niveli vëdësimit të prindërve për dëmet të cilat mund të shkaktojnë vejt, sepse ndoshta edhe për shkak të shijes së tyre është më tërheqse për të rinjt. Po pikërisht projekti I përfshin fëmijët, përfshin prindërit, komunitetin shkollor. Sa I përket pjesës së prindërve, ne kemi thënë që prindërit luajnë rol kyç në këtë projekt, sepse normalisht edukata vjen nga shtëpia. Edhe fëmijët, ashtu siç sa punohet me fëmijë, mandej edhe kemi pasojat edhe rezultatet, ku gjatë terrenit kemi marrë raste që fëmijë kanë deklaruar që vepin e sigurojnë edhe nga prindërit. Kemi marrë raste të tilla që kanë qenë shqetësuese, edhe në këto raste normalisht krejt bara kryesore në fakt ju vjen prindërve. Po arrihet, ne kemi marrë disa sesione me prindër, por normal jemi në vazhdimsi sepse nuk kemi bërë shumë, jemi ende në hapat e parë, ku po mundohemi që ta shtrim normalisht edhe shkolla tjera, sepse një numër I vogël është tani më 4 janë, vetëm 4 shkolla që po implementohen, po shumë e vërtet që rol kyç luajnë prindërit. Blerta, thatë që 18% e hulumtimit tuaj del që janë djemë adoleshentë, të cilët kanë përdorur ose janë në vazhdimsi të përdorimit të vape, dhe 19.5% në mos gabojmë në përqindje janë vajza. Çfarë ka bërë që vajzat të jenë përdoruese më të mëdha se sa djemtë të kësaj dukurie? Në fakt, mbas të rezultateve që kemi marrë dhe na pa kemi befasu me këto, mirë po në disa raste gjatë tash terrenit ose takimit me fëmijë që kemi pas, nuk po na del të këto 4 shkollat, në pak na ka dalë gati se njëjtë, po ndoshta edhe kanë qenë më të sinqerta dhe kanë treguar më drejt, po përgjithësi prej pyetjes pse edhe kush është shkaku që ti në fakt po konsumon vapin, janë kureshtja sepse janë adoleshent, kureshtar me pasë çka është në fakt ky produkt, I cili nuk promovohet si produkt I damshëm, edhe normalisht trendin kuptimin që t'jem in me shoqërinë, edhe krejt ndikimin normalisht I grupacioneve të shoqërisë që disa konsumojnë, edhe këta në këtë rast nuk dojnë me u përjashtu prej shoqërisë, sepse normalisht tani janë ato bullizimet e këto, mandej nuk je në shoqëri e krejt kështu. Kështu që prej krejt hulumtimi që kemi marrë, edhe prej rrjeteve sociale normalisht, sepse në platforma TikTok edhe Instagram, zakonisht fëmijët janë të prirur me pa kontentet të vapit si reklam e mirë, ta thonë kështu shije çokolade, do të thonë diçka që një produkt I normalitetit, jo I rrezikut. Edhe kjo mandej normalisht edhe qasja shumë e lehtë, që shumë raste e blejmë pa asnjë dokument identifikimi. Po në bazë të punës në terren dhe në bazë të informatave të cilat tashmë vetëm I keni, në bazë të punës që keni bërë me këto shkolla, cila është qasja mësimdhënësve, karshi nxënësve të cilat janë përdorues të rregull ose e kanë provuar të spaku një herë vapin? Gjatë terrenit që kemi pas në shkolla, me komunitetin shkollor, mësimdhënësit na kanë ndihmuar shumë, kemi bashkëpunuar ngushtë, ku ka pas edhe raste që na kanë treguar për disa nxënës që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, që kanë kaluar në varësi, edhe normalisht e kanë nda me neve si shqetësim, që të avokojmë tutje, qoftë ndoshta të vim me vizita shëndetësore të psikologëve, për të takuar këta fëmijë që janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, që kanë kaluar tashmë në varësi. Po, që më ndërprej.
Më falë që më ndërprejt që të jemi sa më të qartë dhe korrekt. Kur thoni gjendje të rënd shëndetësore, konkretisht për çka bëhet fjalë? Bëhet fjalë për shëndetin mendor. I kishim 2 raste të fëmijëve të cilët tani më e kishin problem pjesën fizikisht ishin në klasë, mirë po nuk kishin si me thënë, gjendje të çrregulluar emocionale. Koncentrimi tyre ka munguar. Në momenti që ne, po? Koncentrimi, po thonë, atyre u ka munguar. Koncentrimi, mandej sjellje të çrregullta, krejt këto normalisht që kanë ndiku ankth, stres, depresion, po i fazës më të thellë është fjala, dhe mandej kjo ka reflektuar në problemet shëndetit mendor. E këto 2 raste, domethënë, i kemi identifikuar me ndihmën e mësimdhënësve, të cilët na kanë tregu që krejt kjo është pasojë e varësisë që kanë kriju prej vejpit, që nuk munden me nejt pa vejpin edhe gjatë mësimit. Po cila është mosha e këtyre rasteve? Në të çfarë moshe janë fëmijët të themi të cilët kanë këto probleme momentalisht? Mosha 13 vjeç. 2 rastet janë mosha 13 vjeç, po. Janë në Prishtinë? 9. Janë në Prishtinë apo të ndonjë qyteti tjetër? Në Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë. Keni arritur që të keni një bashkëbisedim edhe me prindërit e nxënësve, jo të këtyre 2 nxënësve, por në përgjithësi keni arritur të bisedoni me këshillin e prindërve për të analizuar gjithë këtë problematik, nga që nga hulumtimi që thatë ju, ka pasur raste ku nxënësit janë deklaruar që kanë thënë se pikërisht nga prindi e ka provu vejpin. Po, në fakt e kemi mbajt disa sesione me këshillin e prindërve të shkollës Xhemal Mustafa në Prishtinë, ku krejt këto probleme janë adresu në kuptimin që prej asaj që ka kemi marrë prej fëmijëve, edhe normalisht janë ndërgjithsu paka shumë edhe me rastet në përbot se çka po ndodh me adoleshentë SHBA Britani, gjë që ju kemi tregu që duhet vëmendje edhe përkushtim të punojnë ma shumë me fëmijë, edhe ju kemi tregu që këto produkte nuk janë produkte të normalitetit, këto janë produkte shumë të damshme për shëndetin edhe mirëqenien e fëmijëve, edhe ju kishim lu që me qenë sa më afër fëmijëve, mi bisedu me ta, edhe një farë mënyre mos me pas mandej pasoja në të ardhmen. Po e kemi pas rastin, në Prishtinë ka ndodhë, është deklaru një vajzë e cila ka treguar që unë e kam situatën kështu, sepse vejpin e siguroj nga prindrit e mi, sepse të gjithë si familje e konsumojnë në shtëpi. Kështu që kemi marrë kësi raste, them, mjaftë shqetësuese. Po. Birta, faleminderit shumë që ishe sot pjesë rreth e rrotull, duke shpresuar që projektin e juaj të ashtrini edhe në pjesën tjetër të territorit të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Besim në kontakt.